dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin prill nisi më vonë për shkak të mungesës së këshilltarëve. Në fokus të diskutimeve ishte mbështetja financiare për Mislushnja 2026, si dhe shqetësimet për rritjen e sigurisë në varrezat publike pas ngjarjeve të fundit. Mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin prill është shoqëruar me vonesa për shkak të mungesës së këshilltarëve, si nga pozita ashtu dhe nga opozita. Vetëm pas sigurimit të kuorumit me 21 anëtar të pranishëm ka nisur shqyrtimi i rendit të ditës. Fillojmë mbledhjen e muajit prill, përpara keni rendin e ditës, pika e parë është miratimi i rendit ditës, pika e dytë është projekt vendim për miratimin e fondit për familjet e nevojë që do trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike, si dhe ato që do trajtohen me fondet e buxhetit vendor për muajin mars 2026. Pika 3 është projekt vendim për përfundimin e procedurës së privatizimit të banesave shtetërore të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në drejtorinë vendore të ASHK-s Lushnje. Pika 4 projekt vendim për përdorimin e fondit rezervë për realizimin e projektit kulturor dhe rinor Mislushnja 2026. Pika 5 të ndryshme dhe pika 6 miratimi i procesverbalit. Gjatë mbledhjes, kryetaria e Bashkisë SEFA theksoi rëndësinë e mbështetjes financiare për organizimin e aktivitetit Mislushnja 2026, duke konsideruar atë si një nismë që promovon vlerat kulturore të vendit. Një event që pas disa viteve u rikthye vitin e kaluar, por këtë vit ata kanë kërkuar dhe një mbështetje financiare nga institucioni i bashkisë. Ne kemi sjellë këtë propozim për ju, duke qenë se është një event i cili i bën të mundur promovimin e vajzave të Lushnjës, të cilat më pas mund të kalojnë dhe në evente të tjera të bukurisë, siç është Miss Shqipëria apo Miss Albania. Sa më shumë evente do të ishte mirë të kishim qytetin tonë, kështu që ju propozojmë që ta miratojmë këtë mbështetje financiare. Përveç rendit të ditës, këshilltarët e opozitës ngritën shqetësime për sigurinë në varrezat publike, pas ngjarjes së fundit të raportuar. Ata kërkuan marrjen e masave konkrete për rritjen e sigurisë dhe parandalimin e incidenteve të ngjashme në të ardhmen. Te varrezat publike që është ndërhyrë nga persona që akoma nuk dihet. Bashkia do të marrë çik parasysh për të marrë masa sa më të shpejta për të vendosur në një kamerë, në një mur i varrezave që do të ishte patjetër, se nëse do vinë dorë, ose nëse do ishte vendor, nuk do ishte ndodh, masa nuk do kishte ndodh kjo që ndodhi. Të paktën ne do të marrim masa sa më të shpejta për mos të ndodhur me. Se nuk është çudi që të ndodhi edhe prapë kjo. Kemi kërkuar komisariatit të Lushnjës që gjatë natës të ketë mundësi që patrullat të bëjnë akoma më shumë patrullim në atë territor në mënyrë që të shmangim ngjarje të tilla të përsëritura. Patjetër, siç e kemi përmendur edhe në mbledhjet e kaluara, bashkia është duke bërë procedurat që ne të blejmë bazat materiale dhe të bëjmë rrethimin e pjesës që është e nevojshme për varrezat publike, që është sidomos tek pjesa që u hap në periudhën e viteve të fundit. Diskutimet pritet të vijojnë edhe në mbledhjet e ardhshme, ndërsa çështjet e ngritura mbeten në vëmendje të autoriteteve vendore. Një aksident ndodhi sot në aksin rrugor Lushnje-Berat. Fordi përplaset me shtyllën e tensionit të lartë pas një parakalimi të gabuar dhe përfundon në kanalin Vaditës, duke shkaktuar 2 të plagosur. Një aksident ka ndodhur sot në rrugën kombëtare Lushnje-Berat në dalje të fshatit Çiflik. Automjeti tip Ford ka humbur kontrollin dhe ka goditur shtyllën elektrike të tensionit të lartë duke përfunduar në kanalin Vaditës përgjatë rrugës automobilistike, vend ku edhe më parë kanë ndodhur aksidente. 2 personat që udhëtonin në mjet janë transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës, ku po marrin ndihmë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Uniformat blu të qarkullimit rrugor shkuan në vendngjarje për të zbardhur shkaqet e aksidentit, si dhe për ta dokumentuar atë. Gjithashtu në vendngjarje kanë mbërritur edhe punojësit e OSSHS që kanë kryer ndërprerjen e energjisë elektrike për shkak të shtyllës së dëmtuar dhe kaputjes së kabllove të energjisë. Ky aks rrugor bëhet vazhdimisht burim aksidentesh pasi kalon nëpër zona të banuara dhe është vetëm me 2 korsi, ku përveç automjeteve të gjitha tonazheve kalojnë mjete bujqësore, biçikleta si dhe kafshët. Sipas të dhënave të para në vendngjarje, drejtuesi i mjetit ka thënë se ka shmangur një përplasje me një automjet tjetër që kishte kryer manovër të gabuar në parakalim dhe përfundoi duke i rënë shtyllës.
Kreu i SPAK, Braho, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë raportoi për punën në 2025. Ai foli për korrupsionin, 6 procedime për zyrtar të lartë dhe janë bllokuar mbi 24 milion euro. Kreu i Prokurorisë së Posaçme, Klodian Braho, ka raportuar para Këshillit të Lartë të Prokurorisë për punën e institucionit gjatë vitit 2025. Në fokus të fjalës së tij ishte lufta kundër korrupsionit, të cilin Braho e cilësoi si një fenomen shqetësues që përfshin zyrtar në disa sektorë të administratës publike. Sipas të dhënave të prezantuara, numri i çështjeve për korrupsion ka shënuar rritje, duke kaluar nga 186 në 220 hetime gjatë vitit të kaluar. Nga rreth 30 zyrtar dhe ish zyrtar të përfshirë në këtë çështje, gjysma janë dërguar për gjykim, ndërsa 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë. Sa i përket hetimeve financiare, aktualisht në strukturë janë 12 hetues të angazhuar, ndërsa pritet që këtij ekipi të shtohen edhe 4 hetues të tjerë me synim forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve hetimore. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit përfshirë dhe ato të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionarë vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPAK ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Ky aktivitet i shtuar reflektohet në dërgimin në gjykatë të 24 procedimeve penale me 124 pandehur për korrupsion jo të nivelit të lartë, si dhe 10 procedime me 13 pandehur për vepra penale të korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. SPAK ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë me 6 procedime të reja dhe 16 persona të tjerë në hetim. Nga 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë në hetim gjatë vitit 2025, rreth 50% e tyre, numri 18 janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim. Rreth 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë, duke treguar qëndrueshmëri dhe efektivitet në ndjekjen e nivelet më të larta të administratës publike. Për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar gjatë vitit 2025, edhe pse numri i hetimeve që lidhen me krimin organizuar është më i ulët krahasuar me vitin 2024, numri i çështjeve të përfunduara për këtë kategori ka shënuar rritje me rreth 3.4% nga 58 në vitin 2024 në 60 në vitin 2025. Të dhënat krahasuese për periudhën 2024-2025 tregojnë gjithashtu një rritje me 11.5% të personave në hetim dhe 36.6% të personave të dërguar për gjykim, çka tregon një orientim më cilësor të hetimeve dhe strukturave më të gjera dhe më të organizuara kriminale. Raportimi SPAK para KLP-s vjen në një kohë kur pritshmëritë për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit mbeten të larta. Indeksohen me 6.4% pensionet e reja. Qeveria përditson bazën e llogaritjes për vitin 2024. Qeveria ka miratuar indeksimin me 6.4% të bazës së vlerësuar për vitin 2024. Një vendim që pritet të ndikojë drejt për drejt në llogaritjen e pensioneve të reja, duke nisur nga 1 janari 2026. Ky indeksim synon të përditësojë vlerën e pagave mbi të cilat qytetarët kanë derdhur kontributet ndër vite, në mënyrë që pensionet fillestare të reflektojnë zhvillimet ekonomike dhe rritjen e kostos së jetesës. Sipas vendimit, përllogaritja do të përfshijë të gjithë periudhën kontributive që nga viti 1994, duke rivlerësuar pagat e mëparshme përmes koeficientëve përkatës. Ndërkohë janë vendosur dhe kufizime të qarta. Për periudhën 1994-2001, baza e vlerësuar nuk mund të tekalojë trefishin e pagës minimale në shkallë vendi, ndërsa për vitet pas 2002, kufiri lidhet me pagën maksimale të miratuar në nivel kombëtar. Efektet financiare të këtij vendimi do të përballohen nga buxheti i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, institucioni që do të zbatojë formulat e reja për çdo qytetar që përfiton pension nga viti 2026. Ekzekutohet një çift në Lezhë. Policia ka zbardhur dinamikën dhe dyshon për gjakmarrje. Autorët ndodhen në kërkim, ndërsa hetimet vijojnë për kapjen e tyre dhe dokumentimin e plot të krimit. Një ngjarje rënd kriminale tronditi Lezhën, ku një ditë më parë u ekzekutuan me armë zjarri bashkëshortët Kreshnik dhe Gentiana Mujeci. Policia ka zbardhur dinamikën paraprake të krimit, duke bërë me dije se bëhet fjalë për një vrasje të dyfisht me motive gjakmarrjeje. Në një dalje për mediat, drejtori i policisë së Lezhës, Arben Nasufi, deklaroi se autorët kishin organizuar atentatin dhe kishin mbajtur në nënvëzhgim viktimat para se të kryenin krimin.
Nga hetimet paraprake rezulton se autorët kanë përdorur një automjet tip Audi për të ndjekur lëvizjet e çiftit, çka tregon për një krim të mirë organizuar. Sipas tij, pas identifikimit të autorëve, deri tani nuk është bërë e mundur kapja e tyre dhe janë shpallur në kërkim. Në vijim të hetimeve të thelluara dhe profesional, analizimit të çdo prove që lidhen me ngjarjen, u bë e mundur identifikimi i autorëve të dyshuar dhe konkretisht shtetasit AM, 22 vjeç, FM, 36 vjeç dhe RM, 23 vjeç, banues në Lezhë. Nga dinamika e ngjarjes rezulton se automjeti i markës Audi ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e shtetasit KM. Dhe më pas një automjet tjetër i tipit Volkswagen, pa targa. Dyshohet se ka pre rrugën makinës ku udhëtonte shtetasi Kreshnik Mujeci, së bashku me bashkëshorten dhe personat që ishin në automjet kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të automjetit të tij. Nga veprimet e mëtejshme hetimore, dyshohet se vrasja ka ndodhur për arsye gjakmarrje. Hakmarrje. Hetimet vazhdojnë në mënyrë intensive në drejtimin e prokurorisë për dokumentimin e plot ligjor të saj. Për sa i përket autorëve, pas identifikimit të tyre, nga ana e strukturave policore janë ushtruar kontrolle në disa banesa dhe ambiente të tjera, por nuk është bërë e mundur gjetja e tyre. Këta persona janë shpallur në kërkim. Operacioni vijon në terren ku janë përfshirë forcat speciale RENEA, forcat kombëtare të sigurisë dhe strukturat operacionale të drejtorisë vendore të policisë Lezhë me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorëve. Gjithashtu vijon puna për gjetjen dhe sekuestrimin e automjeteve dhe të armëve të zjarrit që janë përdorur për kryerjen e vrasjes. Të shtëra me armë gjatë darkës së korespondentëve në Washington. U evakua presidenti amerikan Trump, një oficer i shërbimit sekret mbeti i plagosur, ndërsa i dyshuari del para gjykatës. Mbrëmje të shtunës në Washington DC u trondit nga një incident me armë zjarri pranë hotelit Washington Hilton, aty ku po zhvillohej darka e korespondentëve të Shtëpisë së Bardhë. Sipas autoriteteve, një person i armatosur hyri në hollin e hotelit rreth orës 20:35 me orën lokale, duke shkaktuar panik mes të pranishmëve dhe duke detyruar ndërhyrjen e menjëhershme të forcave të sigurisë. Në vendngjarje ndodhej dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump me bashkëshorten, të cilët u evakuan menjëherë nga agjentët e shërbimit sekret bashkë me antarët e kabinetit. Gjatë përplasjes me të dyshuarin, një oficer i shërbimit sekret mbeti i plagosur, por fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe pritet të rikuperohet plotësisht. Autori dyshuar është identifikuar si Cole Thomas Allen, 31 vjeç nga Kalifornia, i cili pritet të dalë para gjykatës në Washington DC për të përballur me akuzat. Pas evakuimit, presidenti Trump deklaroi për mediat se nuk ishte ndjer i shqetësuar nga incidenti, duke theksuar se reagimi i shërbimit sekret ishte i shpejtë dhe profesional. Ndërkohë, mbreti anglis Charles III pritet të mbërrijë në kryeqytetin amerikan për vizitën shtetërore, e cila do të zhvillohet sipas planit, pavarësisht disa ndryshimeve të vogla në agjendë për arsye sigurie. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.